Parashikimi I detajuar I horoskopit për javën e fundit të qershorit, shenjat më me fat. Dashi, hëna e re në shenjën e Gafores u krijon kushtet për një fillim të ri familjar, për blerje në një shtëpie, për përfitimin dhe shfrytëzimin e pronës personale për të patur një ndihmë ose një mbështetje nga familja. Nuk përjashtohet ardhja një personi të ri në familjen tuaj. Duhet të organizoni sa më mirë jetën tuaj dhe do të keni shanset dhe mundësitë që ta bëni dhe jeta juaj personale do të ketë shumë mundësi në pjesën e dytë të javës dhe do të keni shanse për bashkëpunime financiare. Demi, shanse shumë të mira në atë pjesë të jetës ku duhet krijoni kontakte me qëllim promovimin e punës dhe synimet tuaja. Do të gjeni mbështetje nga miqtë dhe nga partnerët tuaj si financiarisht, si nga ana e këshillave që do të ndihmojnë në lullëzimin tuaj, javë erotike që do të keni mundësi të takoni njerëz dhe të flirtoni dhe të hyjnë njerëz të rinj në jetën tuaj. Kujdes, presionin dhe ndikimet që mund të keni nga njerëzit e rrethit pasi mund të ndikojnë psikologjikisht tek ju. Binjakët. Fillon për ju një periudhë shumë e rëndësishme financiare. Hëna e re në shenjën e Gafores do të ndikojë në sferën tuaj financiare për një vit. Kapni shanset dhe duhet të keni kujdes në planet dhe projektet ku duhet të investoni. Binduni që e keni mirë organizuar, ndërkohë, nëse keni propozime nga miqt, duhet jeni të kujdesshëm nga iniciativat që merrni me ata. Gjatë kësaj jave duhet keni kujdes kur hidhni lek për të rregulluar jetën, shtëpinë apo përditshmërinë tuaj. Ju presin takime interesante me biseda që do t'ju shërbejnë juve. Kujdes me dyshimet që keni për të ardhmen. Gaforia. Jeni në një fazë të re në çdo fushë të jetës, si në ato personale dhe profesionale. Sfera profesionale dhe jeta juaj sociale kërkojnë kujdes të veçantë. Rrisni përgjegjësinë që do t'u jepen detyra më të mëdha dhe mund t'ju jepet përgjegjësia një prindi. Nga ana tjetër, duhet jeni të kujdesshëm ju që keni lindur në ditët e para të shenjës që të mos ekspozoheni dhe ju që do të bëni ditëlindjen këtë javë. Përcaktohet fillimi I vitit, por edhe I 12 vjeçari. Do të keni shanse këtë javë që do të përfitoni financiarisht. Kujdes me bisedat që do të bëni me tjerët për financat, kryesisht të dielën dhe të hënën. Luani. Periudhë ku mund të fokusoheni në realizimin e planeve për të ardhmen, punoni me program dhe me të mbyllur që të gjitha këto që po bëni këtë vit, vitin tjetër të korni suksese. Të njeni sukses që do të vazhdoj për shumë vite, do të keni mbështetje nga prindrit dhe mbështetje financiare që do të ndryshojë jetën tuaj. Vazhdoni të jeni të fokusuar në punë dhe në pjesën e dytë të javës, do të keni shanse unike për biseda ku do të merrni këshilla për të ardhmen tuaj dhe të promovoni karrierën tuaj. Kujdes se mund të ketë shans që mund t'ju jepni të tjerëve të dielën dhe të hënën. Virgjëresha, hëna e re nga Gafore shënon fillimin e një periudhe një vjeçare ku do të keni në jetën tuaj miq të rinj dhe të fortë. Kjo do të ndikojë shumë pozitivisht në jetën tuaj dhe në realizimin e planeve tuaja. Duhet jeni shumë të kujdesshëm me reagimet nëse dikush ju provokon. Gjysma e dytë e javës ju ofron shanse për biseda intime dhe jo vetëm që do t'ju çojnë përpara jetën dhe karrierën tuaj. Mirë është I mbani për veten tuaj. Peshorja. Fillon për ju një periudhë shumë pozitive në jetën tuaj profesionale dhe sociale. Disa nga ju do të merrni vendime përfundimtare, shumë të ndikuar jeni ju të lindurit në ditët e para të shenjës që do të shikoni ndryshime pozitive. Nëse dikush ju mërzit apo ju bllokon planet, nuk duhet të dorëzoheni apo të mposhteni sepse të mirat ju presin. Do të bëni disa biseda intime, por duhet jeni të kujdesshëm. Do të bëni biseda me miq për bashkëpunime ose jetën tuaj dhe të ardhmen në pjesën e dytë të javës. Akrepi. Jeni në një fazë të mirë ku po favorizohet ardhmja juaj, do të përhapen në horizont gjëra të reja, do të zgjidhni gjërat që kanë të bëjnë me jashtetit ose problemin ligjor. Do të jetë një farë ndryshimi, sidomos për ata të lindurit në ditët e para të shenjës që mund të mos keni kaluar shumë mirë, por tani erdhi momenti t'i kapni këto shanse. Organizoni përditshmërinë tuaj, pjesa e dytë e javës do të ketë suksese në punë dhe biseda shumë rezultative, të cilat do të sjellin përmirësim në financat dhe përditshmërinë tuaj. Mos hyni në konflikte me prorë të dielën apo të hënën tjetër.
tjetër. Shigjetari, jeni në një periudhë të fokusuar në sferën financiare që ka të bëjë me ndikimin dhe mbështetjen që do të vijë nga të tjerët. Jeni në një fazë ku mund të merrni edhe një hua, thjesht duhet të dini sa të shtrini këmbët. Ju të lindurit në ditët e para të shenjës do të keni ndryshime rrënjësore në jetën tuaj dhe këto ndryshime do të jenë pozitive. Në karrierën dhe punën tuaj duhet të jepni maksimumin. Në gjysmën e dytë të javës zgjidhni problemet që kanë të bëjnë me ligjin. Do të keni shanse shumë të mira për të udhëtuar. Briciapi, jeni shumë të favorizuar pasi Jupiteri dhe hëna e re në shtëpinë e 7 krijon shanse të reja në punë. Është një javë erotike dhe një javë ku ju do të keni në pjesën e dytë të javës shanset që do t'ju jepni zgjidhje problemeve personale dhe profesionale. Ujori, përditshmëria juaj do të rregullohet në një mënyrë shumë të mirë. Kjo javë do t'ju jap mundësi shumë të mira për të gjetur mbështetje në organizimin e punës tuaj dhe të shtëpisë tuaj. Ndërkohë në pjesën e dytë të javës do të keni mundësi të krijoni baza shumë të mira për të ardhmen. Blerjet do të jenë të mëdha. Peshqit, jeni ju një nga më të favorizuarit pasi hëna e re në gafore ju sjell shanse unike për jetën tuaj, për projekte dhe gjitha sferat e jetës. Kujdes, në sferën financiare dhe shumë projekte të tilla do të gjej zgjidhje në pjesën e dytë të javës. Suksesi është me ju dhe kujdes në bashkëpunimet tuaja. Mos reagoni nga provokimet e të tjerëve.